Pas më shumë se një muaj kërkimesh ndërkombëtare, policia libaneze ka vënë në pranga 49-vjeçarin Fadi Alun, i dyshuar për vrasjen makabre të vajzës së tij 24-vjeçare Rayan Alun. Ngjarje që ndodhi në Tiranë në 27 shkurt. Arrestimi i tij u krye në Liban, fal bashkëpunimit mes Interpol Beirut dhe policisë së shtetit shqiptar. Vajza palestineze, e cila kishte udhëtuar bashkë me Taatin nga Berlini drejt kryeqytetit shqiptar me 19 shkurt, u gjeta pa edi sa ditë më vonë në një banesë me qira në rrugën Gjon Muzaka. Ekspertiza mjekoligjore zbuloi se viktima ishte goditur 3 herë me thik, një herë në kurriz, një poshtë shpatullës dhe një tjetër në pjesën e poshtme të barkut. Pas aktit të rënd, i dyshuari u largua nga Shqipëria duke marrë me vete pasaportën dhe celularin e së bijës. Sipas hetimeve paraprake, rruga e ratisë së tij ka kaluar fillimisht nga Athina në Amsterdam për të përfunduar më pas në Liban, ku është kapur. Aktualisht strukturat shqiptare janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet libaneze dhe Interpolin për të siguruar ekstradimin e tij drejt vendit tonë. Ngjarja u bë e ditur pas sinjalizimeve nga autoritetet gjermane pasi familja e Rayanit jetonte në Berlin. Eria kishte denoncuar më parë familjarët e saj për dhunë dhe kufizim të lirisë, ndërkohë që nëna e saj kishte bërë një kallëzim pranë policisë gjermane vetëm një ditë përpara zbulimit të trupit të pajet në Tiranë. Ajo kishte pohuar si kishte dhënë së bijës para për t'ia dorëzuar një personi që e shantazhonte për një video intime. 24-vjeçaria, e cila kishte qenë martuar dhe nënë e 2 fëmijëve në Liban, kërkonte të ndërtonte një jetë të re dhe të pavarur, por duket se kjo përpjekje për liri u ndërprer në mënyrë tragjike. Hetimet mbi këtë ngjarje të rëndë vazhdojnë, ndërsa pritet që ekstradimi i Fadi Alun të ndodhë në ditët në vijim për të përballur me drejtsinë shqiptare për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare.